Që musliman, 10 ditë e mujt Dhul-Hijje, sot është dita 19 e mujt Dhul-Hijje, tash jëm prej kurbanat, që argument për ata që po thojnë bahën shumë dhajnë se si pret. Nuk është diçka që u bë jashtëzakonisht e madhe, kështu që mos i zmadhoni gjanat, vetëm praktikohet traditën e Rasulit alayhi salam, e kur mos u thotë që të pran duke pasu Rasulullah alayhi salam. E nëse ti nuk i pret edhe përpara heq, edhe hin 10 ditë e para të mujt Dhul-Hijje, edhe ato 10 ditë nuk i pret tani normal që rritën, ama i pret para se me hin mujt Dhul-Hijje, edhe prit ditë therrët kurbani, atë nuk rritën shumë, kështu që mos diskutoni, po pasoni. Të jem sinqert, sa herë na kanë rritë thojt më shumë se sa që kaq. Domethënë, mos u bani kësi njerëz që si të shihni një hadith Rasulit alayhi salam me thon po bëhen thojt çështo janë muslimanë rritën thojt, kur gja nuk bëhet. Vetëm e pasoni traditë Rasulit alayhi salam. Po besoj që kjo ka qartë argument për ata që dohen me filozofu, se për ndryshe s'po marrin vesh, veç çështu t'u ja kallzu dorën, gje. Këshore, sa u rrit. Sot janë therr kurbana, sot do t'i presim inshallah me lejen e Allahut azza wa jall.